Edicioni i 4 i Festivalit Poetik të Prishtinës u hap zyrtarisht me 21 janar 2026 në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë, duke shënuar fillimin e një prej ngjarjeve më të rëndësishme kulturore në kryeqytetin e Kosovës. Mbrëmja hapse ju kushtua letërsisë shqipe në Maltëzi, duke krijuar një hapësirë të veçantë për fjalën poetike, kujtesën kulturore dhe dialogun ndërmjet krijuesve nga hapësira shqiptare. Hapja e festivalit solli një atmosferë të ngarkuar me emocion dhe simbolik, ku fjala letrare u përjetua si val deti e qartë dhe stoike si beden kalaje, duke reflektuar fuqinë dhe qëndrueshmërinë e letërsisë shqipe në kontekste të ndryshme historike e shoqërore. Përmes këtij materiali, për të cilin falenderojmë Radio Televizionin e Malit të Zi, sonte në kronikën e Ulqinit do të sjellim disa momente të rëndësishme të kësaj mbrëmje. Një nga momentet e veçanta ishte homazhi për poetin dhe studiuesin e shquar Basri Çapriqi, si dhe leximet nga krijimtaria e Sad Mekulit dhe Recep Qosjes, të cilët i dhanë ngjarjes një peshë të veçantë kulturore dhe emocionale. Këto figura kyçe të letërsisë shqipe u sollën në vëmendje si shtylla themelore të mendimit letrar dhe kulturor shqiptar. I cili me veprat e tij ka sjellë një frymë mediterane në poezinë shqipe, qoftë me figuracionin, qoftë me tematikën, qoftë me elemente tjera të poezisë, duke fuqizuar shumë ironi lirike. Pra një poet i cili natyrisht për nga fryma poeziti, për nga fryma, për nga revolta, për nga figuracioni, për nga, të thosha, sidomos nga kontrasti apo antiteza, mund të jetë një poezi shumë, poezinë e sotme shqipe, sipas se ka arritur të bëjë një poezi të karakterit universal, jo vetëm tematikën shqiptare, por me tuktit e modi shtrik temat, idetë, konceptet, elementet tjerë që ka Ka shfaqet në letërsisë shqipe në vitin 80 ka qenë si një befas. Një dimension personal dhe emocional ju shtua mbrëmjes edhe përmes leximit të krijimtarisë së Hajro Ulqinakut, i cili u paraqit në mesin e poetëve dhe shkrimtarëve të ftuar. Prania e tij në këtë edicion u përjetua si një dëshmi e vazhdimësisë së fjalës letrare dhe trashëgimisë kulturore. 25 shekuj antik dajma 25.000 frymë ka sabaha, të mori deti, kur beti rinim armenin, dhe plak i thin, duron po sham në nullin, ullqin. Faleminderit. Ambasadori i Malit të Zi në Republikën e Kosovës, Bernard Çobaj, në fjalën e tij u drejtua me një falënderim të veçantë drejtoreshës së Festivalit Poetik të Prishtinës, Donika Dabishevci, për përkushtimin dhe vizionin me të cilin e mban gjallë këtë festival dhe për hapësirën që u jep zërave të letërsisë shqipe, veçanërisht atyre nga trevat shqiptare jashtë Kosovës. Jam shumë mirënjohës organizatorëve të këtij festivali, në veçanti poetës Donikës, që natën e hapjes ja kushtojnë letërsisë shqipe në Malë të Zi. Aq më tepër që kjo mbrëmje ndodh në fillim të vitit kur shënojmë 20 vjetorin të ripërtrirjes së pavarësisë së Malit të Zi, dhe në ditën, apo më mirë të them në datën kur shënojmë 20 vjetorin ikjes në amshim të presidentit historik të Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugovës, një figure par excellence letrare. Letërsia për mu ishtë një prej formateve më të qëndrueshme të diplomacisë kulturore, që lidh shtetet, shoqëritë, identitetet, kujtesat për te kufive. Dhe në këtë rafsh sonte nderojmë krijimtarinë e shqiptarëve të mëdhenj si janë Sad Mekuli, Recep Qosja, Mehmet Kraja, Basri Çapriqi, Hajro Ulqinaku, dhe këtyre ju bashkangjiten sonte dhe zërat e rinj si janë Ali Daci, Nikol Berishaj, Flutra Mustafa, Nevila Nikaj, Marek Pashku, Gjergj Filipaj dhe Ardita Rexha, të cilët të trashëgimi e vazhdojnë me ndjeshmëri dhe me vizion evropian. Sonte jam shumë i gëzuar që shoh sonte këtu dhe përfaqësuesit e shoqatës Art Club Ulqini,
zotin Ismet Kallaba dhe zotin Haxhi Shabani, i përgëzoj për 35 vjetorin të themelimit të shoqatës, e cila ka qenë një vatër për promovimin e kulturës të tërësisë shqipe në Maltëzi. Në kuadër të hapjes së festivalit, Ismet Kallaba, kryetari i shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Club në Maltëzi, mbajti një fjalë rasti, ku paraqiti një panoramë të përgjithshme të kulturës së shqiptare në Maltëzi, duke u ndalur në zhvillimet, problemet dhe sfidat me të cilat përballet kjo pjesë e trungut shqiptar. Kultura që krijohet nga shqiptarët në Malin e Zi është pjesë e pandare e kulturës kombëtare, por e diktuar nga rrethanat historike e politike, ajo bën jetë të dyfisht, duke qenë njëkohësisht edhe pjesë e mozaikut kulturor të Malit të Zi. Edhe pse të pak në numër, shqiptarët në trevat që sot i përkasin Malit të Zi i kanë dhënë shumë kulturës kombëtare në të gjitha dimensionet e saj. Kultura nuk është prioritet i asnjë pushteti, po flas për vendet tona, rrjedhimisht as në Malin e Zi. Aq më tepër, kultura e shqiptarëve si pakicë kombëtare veçantë, e cila është e marginalizuar. Në fakt, duhet pranuar se shteti i Malit të Zi ka krijuar disa institucione që u dedikohen mbështetjes së projekteve të pakicave kombëtare, siç janë Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave dhe Qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave. Shqiptarët në Malin e Zi nuk kanë institucione kulturore, shkencore e artistike në nivel shtetëror. Prandaj kultura zhvillohet përgjithsisht në institucionet kulturore në nivel komunal, kuptohet në ato komuna ku jetojnë shqiptarët. Nisur nga kjo, një rol dhe kontribut të veçantë në zhvillimin e kulturës shqiptare në Malin e Zi kanë dhënë individët dhe shoqatat e ndryshme kulturore, siç është shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club, e cila u bën numrin më të madh të krijuesve shqiptar në Malin e Zi, por edhe mjaft shoqata të tjera. Duke qenë se jemi në një festival poetik, do të përqendrohem te letërsia dhe manifestimet letrare. Ashtu si që thash për kulturën, edhe letërsia shqipe në Malin e Zi nuk duhet kuptuar kurse si coptim apo fragmentim, pra si një letërsi e veçantë, por si pjesë e rëndësishme e letërsisë kombëtare. Mjafton të përmendi emrat e Esad Mekulit, Recep Qosjes, Hajro Ulqinakut, Mehmet Krajës, Basri Qapriqit e ndonjë tjetër për të kuptuar peshën që zë ajo në letërsinë kombëtare. Edhe letërsia shqipe që krijohet nga autorët shqiptar në Malin e Zi mund të thuhet se bën jetë të dyzuar, ku mund të dallojmë dy grupe krijuesish. Ai që ka zhvilluar krijimtarinë e vet larg vendlindjes, kryesisht në Kosovë, i cili është më i njohur për lexuesin dhe publikun, si dhe ajo pjesë e krijuesve të cilët, si të thuash, i kanë qëndruar besnik vendlindjes e që janë më pak të njohur për lexuesin dhe publikun. Sa i përket veprimtarive letrare, në trevat shqiptare në Malin e Zi organizohen disa manifestime letrare me traditë, siç janë për shembull Kalimera poetike Basri Qapriqi, i cili organizohet nga shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club në Ulqin, që prej vitit 1993, si manifestimi letrar më i rëndësishëm ndër shqiptarët në Malin e Zi, por edhe më gjerë. Manifestimi tradicional kulturor Ora Maleve, që vitin e kaluar ka shënuar edicionin e vet të 15, i cili organizohet në Rozhaj nga aktivisti Ali Daci, i cili është sonte i pranishëm me ne. Takimi letrar Shihemi të Kroni i Trabojinit, që organizohet nga komuna Tuzit, të sonte me ne është zotri Nikol Berishaj, si njëri ndër organizatorët kryesor të këtij takimi. Po përmendim në këtë kontekst edhe dy panairet e librit që organizohen në Ulqin dhe Tuz, në kuadër të cilëve zhvillohen takime me shkrimtar për urime të librave e tjerë. Të nderuar zonja dhe zotrinj, po shfrytëzoj këtë rast për të shprehur një brengtimen e që besoj se është e përbashkët. Në kushtet dhe rrethanat e sotme më të favorshme të mendimit dhe qarkullimit të lirë, kur nuk ekziston kurfar barriere, nuk kemi arritur të krijojmë një hapësirë kulturore të unifikuar gjithë shqiptare. Kush na ka fajin përpos vetë neve, pse shqiptarët në rrethanat e sotme të lirisë së ndruar, për të cilën kanë punuar e sakrifikuar brezat të tërë, nuk po arrin të krijojnë hapësirë unike, jo vetëm në kulturë, por edhe në fushat e tjera. Pyes, pse shqiptarët në Malin e Zi, por jo vetëm ata, nuk janë të përfshirë në kalendarin kulturor Shqipëri-Kosovë. Duke e përfunduar, për ne është nder që edicioni si vjetshëm i Festivalit Poetik të Prishtinës nis
pikërisht me letërsinë shqipe në Malin e Zi, e cila mbase nuk është e njohur sa duhet, dhe pikërisht festivale si ky i shërbejnë më së miri promovimit të saj dhe komunikimit letrar ndërshqiptar. Është hera e parë, të paktën në kohën tonë, që letërsia shqipe që krijohet nga shqiptarët në Malin e Zi prezantohet me një format të tillë dhe për këtë dua të falenderoj organizatorin, Portalin për Kulturë, Letërsi dhe Art, Observer Kult dhe drejtoreshën e festivalit zonja Donika Dabishelsi. Ju faleminderit. Festivali Poetik i Prishtinës, organizuar nga Portali për Kulturë, Letërsi dhe Art, Observer Kult, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zgjati 5 ditë. Gjatë kësaj kohe, publiku pati mundësi të ndjek një program të pasur që përfshin promovime librash, mbrëmje autoriale, debate tematike, kumtesa shkencore, diskutime letrare, homazhe poetike, shfaqje dokumentare dhe performanca artistike. Në këtë edicion, morën pjesë gjithsej 55 poet, shkrimtar, studiues, aktor dhe muzikant nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi dhe rajoni, duke shndërruar Prishtinën në një qendër të rëndësishme të poezisë dhe artit bashkohor për disa ditë me radhë.